Pejsazhet malore të mbuluara me dëbor pavarësisht të kushteve atmosferike shndrojnë në destinacione për alpinistët dhe dashamirët e natyrës së qarkut Kukës. Kryeministri Edi Rama ndau mëngjesin e së shtunës pamje nga grykat e hapta në Tropoj, të cilat janë veshur nga barësia e dëborës, duke krijuar një panoramë manice dimrore. Grykat e hapta, maja më e lartë e të cilave arrin një lartësi prej 2625 metra, shtrihet midis pjesës së sipërme të luginës së Valbonës në veri dhe luginës së Nikajt në jug. Nga perëndimi vazhdon me kreshtat e Zhaborrove, kurse në juglindje qafa e Droçës e ndan nga mali i hekurave. Ka formën e një trungu konik me shpate shumë të pjerta. Shpati lindor e perëndimor formojnë rrëpira 700 deri 800 metra të thella. Rreth majës kryesore ngrihen edhe 4 maje të tjera me lartësi mbi 2400 metra. Grykat e hapëta janë krejtësisht të zhveshura nga bimësia, duke i kthyer në sfidë për alpinistët.